Unë e thash që smundjet kronike inflamatore është një përfshirje goxha e gjanë. Po unë po du me nis me një fjali që a është met, a e vërtet nuk e di, po lukthi, zora, a është truni dyti njeriut? Nuk është mit. Do thotë ka diçka të vërtetë. Ka diçka të vërtetë. Fakt këtë e kanë thonë filozofët dhe mjekët edhe më herët, që para 2000 vite, por shkenca në ditët e sotët këtë po vërteton. Do thonë sistemi ujon tretes ka një sistem pak edhe të pavarur nga truri. Ka një komunikim shumë të mirë me trurin, do të thotë merr dhe jep sinjale. Do thotë komunikimi bëhet me nerva, bëhet me hormone, bëhet me mikrobiom, që është një temë shumë e gjonë, edhe shumë ditët e sotët shumë delikate. Arsyeja pse me pyeta këtë temë sepse na shpesh e përdorim ka bo nervoz lukthim dhimbti, ose sot kum pas shumë stres lukthim kapi. Do me thonë e lidhim gjithmonë, a lidhet stresi jon, dinamizmi jon me dhimbje të stomakut, të abdomenit? Janë të lidhura, për shkak të nerva. Ne për mas trurit kemi nerva më shumë të në trakun tretës. Kemi me miliona neurone. Do të thotë, me njëherë ne dim se cilin nga ne, edhe para intervistës, mund të kemi emocione, kështu që të kapë barku. Apo unë e thëmë shpesh pacientëve ku kemi stres, ku kemi provime, gjithmonë na ka barku, apo e kundërta që ju thëmë shpesh pacientëve kur dashurohen flutrat në bark. Do thotë është diçka tillë. Edhe ajo hyn te saj sistema. Është njëjtë. Domethënë është njëjtë. Domethënë komunikimi është vërtet edhe ka diçka tillë. Domethënë ankthi, gjitha këto janë të lidhura apo japin shenja edhe në bark apo në traktin tretës. Po shumë mirë që sqarove këta sepse sado që ne mund të qeshim, kjo është një çështje shumë serioze sepse mënyra që e menaxhojmë komplet stresin ton lidhet me komplet pjesë të organizmit, në këtë rast edhe sistemin tretës. Shumë, ne duhet ta kuptojmë sepse zorën nuk është vetëm një tub. Këtë duhet ta kuptojmë sepse ai komunikon, zora komunikon me neve. To duhet ta kuptojmë, domethënë në bazë me mikrobiomin që ka, komunikon me neve, ka na jep sinjale gjithkohon. Ne thjesht duhet i kuptojmë ato.